kemi me ju çdo 3 muaj në zgjedhje. Shumë janë që të bile për janë si qef me ju. Plot tjera sa në jo, po bile shito, po ju tregojnë hakun. Që kush do që i voton ata, ka me ju çdo 3 muaj në zgjedhje. Na po ju thojnë, na keni shansën. E të dashur qytetar, është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarëve duke blokuar punën e qeverisë. T'ju lutesh qytetarëve të besojnë edhe një herë duke i kërcënuar se në të kundërtën do të vazhdosh me blokimin e shtetit dhe progresin e vendit. Të detyrosh 1 milion qytetar të shkojnë sërish në kutitë e votimit vetëm 4 muaj pasi ata në mënyrë plebiscitare e shprehën vullnetin e vet, që dikujt nuk po i pëlqeka. Këta duan ta përshtasin popullin sipas tekeve të tyre. Por kjo është e pamundur. Ata që janë lodhur për pushtet duan ta lodhin popullin si vullnet. Populli as nuk kërcënohet, as nuk i përshtatet interesave të ngushta e as nuk lodhet.